Në gjykatën e posaçme, Henrik Hoxhaj, i pandehur në dosjen e njohur si plumbi i artë, dha dëshminë e tij duke zbuluar detaje për një porosi të dyshuar për vrasjen e Sokol Sanxhaktarit. Hoxhaj deklaroi se gjatë kohës kur po përgatitej atentatin ndaj vëllezërve Haxhia, kishte zhvilluar biseda me Nureddin Dumanin për një tjetër ngjarje kriminale. Sipas tij, Dumani i kishte përmendur një ofertë prej 200.000 eurosh për të goditur Sanxhaktarin, por ai vetë nuk kishte shfaqur interes dhe çështja nuk kishte vijuar më tej. Ai theksoi se nuk ishte në dieni se kush ishte porositësi i kësaj ngjarjeje dhe se nuk i ishte përmendur emri i Suel Qelës. Sipas asaj që i kishte thënë Dumani, bëi fjalë për dhëndrin e kryetarit të Bashkisë së Elbasanit, pa u dhënë arsye apo detaje të tjera. Ndërsa po përgatiteshim për vrasjen e vëllezërve Haxhia, biseduam me Nureddin Dumanin për një punë tjetër. Ai fliste vazhdimisht në telefon atë ditë. Më përmendi emrin e Sokol Sanxhaktarit dhe më tha se kishte një ofertë, por aty u mbyll gjithçka, deklaroi Hoxhaj. Gjatë seancës, prokurori e pyeti nëse i ishte përmendur ndonjë person tjetër si i interesuar për ngjarjen, përfshir emra konkret, por Hoxhaj mohoi çdo dieni shtesë, duke theksuar se nuk kishte marrë pjesë dhe nuk kishte pasur interes për këtë plan. Ai shtoi se as ditën e arrestimit të Sanxhaktarit nuk kishte pasur interes apo dieni për zhvillimet, ndërsa konfirmoi një mesazh që ishte dërguar nga Nureddin Dumani më 30 korrik 2020, ditën kur Sokol Sanxhaktari vrau Florian Lamçen, ku shkruaj, na humbën 200.000 euro, duke sqaruar se kjo lidhej me faktin që puna nuk u realizua.